Ti dhe presidentja jeni të gërditshëm. Deputeti Fatoz Geci, Sulmon Avdylin. Fatoz Geci, djali i Halil Gecit, i cili e përshkroi si tradhti dekretin e presidentes Vjosa Osmani për ta shpërndar kuvendin dhe tha se ajo do të pushkatohej në Turqi. Për këtë ka bërë një sqarim për Haxhi Avdylin, deputetin e disa legjislaturave, i cili dha dorëheqje nga partia Guxo për, siç tha, fushatën linçuese që nisi ndaj Osmanit. Geci, i cili arriti të bëhej deputet duke garuar për herë të parë në listën e LVV-s në zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit, tha se Avdyli në një mbledhje të partisë e kishte quajtur Osmanin të gërditshme. Sqarim dhe demaskim për deputetin Haxhi Avdyli dhe kinse frikën e tij ndaj deklaratës së babit tim për ish presidenten Osmani. I nderuar deputet Avdyli, e respekti im për ty, për shkak të moshës që ke, 60 vjeç, ka qenë maksimal deri në momentin kur u vendosën emrat ta në listën për deputet. Na lodhe me orë të tëra debate duke këmbgulur që të ishe sa më lart në renditje të listës, por prap nuk arrite. Aty fillova ta një egoizmin tënd, shkroi Geci në fillim të një postimi në Facebook. Momenti i dytë ishte pasi përfunduan listat. Ishim në një mbledhje së bashku me ministre Ngërvalla dhe kandidatët për deputet, kur erdhe dhe më the mua deputetëve dhe Donikës, Vjosa është vërtet e gërditshme, shumë e gërditshme me disa veprime. Në atë moment nuk e kuptova se për çfarë kishe fjalën, por më vonë e kuptova dhe pash se në fakt jo vetëm ajo, por ju të dy jeni më se të gërditshëm. Për dallim nga ti që flet prapa krave të Vjosës, unë kam guximin ta them publikisht dhe privatisht, ty dhe asaj, sepse ky është realiteti, jeni të njëjtë, shtoi ai. Geci shkruan se Emrush Avdyli, djali i Axhës së Haxhi Avdylit, e kishte ftuar të takohej me Osmanin. Së treti, zoti deputet më dat 26 shkurt, pas takimit me ty mora telefonata dhe mesazhe pandalur nga zyra e presidencës. Saktësisht nga djali i Axhës tënd Emrush Avdyli, i cili më tha që punon në presidencë dhe këmbgulte që të takohem me Vjosën. I kam të gjithë mesazhet e thirrjet në WhatsApp, gjë që kategorikisht e kam refuzuar. Unë nuk shitna, unë jam një person me parime dhe i edukuar nga një baba që më ka mësuar gjatë gjithë jetës të ha vetëm me një lugë. I nderuar, do të ishte mirë të ishe i sinqert, unë jam ende në të 30-tat, ndërsa ju jeni vetëm 5 pranvera larg pensionimit. Të lutem mos e luaj viktimën, por tregoj opinionit publik realitetin. Pse e përkrah her pas here Vjosën, varësisht nga disponimi, pse nuk tregon që e përkrah sepse familjarët e tu punojnë në presidencë, apo mos mendove se erdhi fryma e saj, e po e zaventson kryeministrin, shkroi ai. Geci tha se Avdyli e kuptoi gabimin e rënd 48 orë pas dorëheqjes dhe u rikthye në grupin parlamentar. Pas 48 orësh kur e kuptove se ke gabua rënd, u riktheve në grupin ton parlamentar në VV, por tashmë Benin e kemi ministër të shëndetësisë. Ke ende kohë të mendosh nëse do të shkosh te Vjosa, por mos harro kur të shkosh këmbgul me hyrë në 10 në LDK-s apo listës së saj, nëse veç vendos me shku, shkroi ai. Geci foli për realitet dhe demaskime, që tha se do të vijnë pas përfundimit të mandatit të presidentes Vjosa Osmani. Unë kam respekt për presidenten Osmani edhe për 18 ditë dhe pas datës 4 prill, Kosova do ta kuptoj realitetin, atë realitet që ti, unë dhe shumica e deputetëve e dim, e pastaj do t'ja tregoj vendin secilit. Ajo që mund të them është, Kosova ka fat që e ka vetëm një lider që e do vërtet këtë vend, ka një lider të pakrahasueshëm, me inteligjencë të lartë që e njeh secili në skenën politike, dhe ai është kryeministri Kurti. Uroj shumë të shkojmë në zgjedhje dhe të matet fuqia në popull për secilin nga ne. E di që qytetarët janë të lodhur, edhe ne jemi të lodhur, por kur të demaskohen të gjithë, edhe nëse kryeministri Kurti i merr 80% në zgjedhjet e ardhshme, prap do ta konsideroj pak. VV, Guxo janë e vetmja rrugë drejt për Kosovën, shkroi ai.